a ishte i domosdoshëm. Ky ishte një vendim që ne e përshëndesim. Veçanërisht për vendimi, faktin që mekanizmi i kërkimit të dy anëtarëve të KAS u vu në zbatim në këtë rast, është absolutisht një vendim i cili do të rrisë transparencën mbi procesin zgjedhor. Kriku në vijimësi e ka thënë sa herë që janë zhvilluar auditimet pasgjedhore, që është e rëndësishme që të kontrollohet dhe të verifikohet puna e kryer nga komisionerët zgjedhor, qoftë ata gjatë votimit, qoftë nga numëruesit gjatë numërimit, dhe një hapëthesh e domosdoshme. Ka disa arsye për të. Në rast se para ajo që e përmenda pak më parë, që është transparenca. Publiku shqiptar në këtë moment është i bombarduar me informacion, ka shkelje këtu, ka shkelje aty, treni bullgar, etj. Të gjitha këto kërkojnë që publiku të sqarohet totalisht në mënyrë që të legjitimohet procesi dhe të rritet besimi te procesi zgjedhor. Nëse do ketë mungesë transparence mbi veprimet e kryera nga komisionerët apo numëruesit, atëherë kjo do të rrisë cinizmin, do të rrisë mosbesimin e publikut te procesi zgjedhor. Pra ky është njëri aspekt, domosdoshmëria e transparencës për hir të besimit të publikut tek procesi zgjedhor dhe kuvendit që do dalin nga ky proces. E dyta që është thelbësore dhe që ne në vijimësi e kemi thënë është rizbatimi dhe penalizimi i shkeljeve.